Edhe një pyetje Lenë, unë e di që në shumicën prej familjeve sallata e lakrës përdoret kështu goxha shumë. Madje unë personalisht gjatë Ramazanit nuk ka iftar që shtroj pa sallatë ose një darkë pak ma, unë kam qef me pas edhe sallatën. Për shkak të fibrave që ka, a rekomandohet me u hangër çdo ditë lakna për shembull në formë sallatës? A është e dëmshme për rekomandohet me hangër çdo ditë, edhe rekomandohet mundësisht mu bo me krip me vaj, edhe ma pak me pas ufullës, se çka që i shtojmë limon për shembull, vend të ufullës. Me limon është shumë më e mirë, po çka nuk më pëlqen mu, për shembull se e vrej në restorane, ose në vendet jashtë që bojnë lakrën sallat, edhe lojnë me qëndru për shembull sot për nesër ose gjatë gjithë ditës, e kombinojnë edhe me kastraveca, me këto gjëra tjera që apo diona, me perime, ajo realisht ndikon me marr prej jashtë mikroorganizma, edhe në këtë rast as nuk kemi bo sasi të probiotikve. Normal është mirë me pregadit frest, edhe me konsumu të frest. Nëse veç ka met sasi e lakrës, me zi, me bo lakra, edhe mos me lo me qëndru. Për shkak që me njanu, në momentin që heket prej mbështjellësit që e ka mundësia për me marrë sa ma shumë mikroorganizma, për do më thamë me izolu bakteria o shumë e madhe, në këtë rast mu i me bo ma shumë dëmë se so hajë. Sallata e lakrës, sidomos në periudhën e dimrit, është ideale. Lakra, në përgjithësi, çfarë do forme, është ideale për me marrë vitaminën C, për me ngrit imunitetin, për me marrë sasi të fibrave edhe probiotikve kuptohet në aspektin e të Po, gjithmonë ushqimet e pagatuara i ruajnë komplet 100% cilësinë edhe vetit e tyre ushqyese. Unë baj mend se vogël kursar ka bonona ose turshi ose çka do prej laknës, një pjesë madhe gjatë kohës saj ka cëptu e kum hangër, po. A është e dëmshme kur hahet kështu e freskëta? Jo, absolutisht. Jo, absolut. Edhe ma mirë për shkak që nuk kështu krep, nuk kështu avden, nuk kështu po e ke marrë 100% vlerat. Vlerat ushqyese.